Romakeve, 12, pastor Gerald na ka filluar me këto tema, nga në pikpyetjet që ka ndodhur, edhe ku ka pikpyetje ne jemi gati për të mësoj të bëj këto puna. Edhe dalin tema shumë interesante. Vazhdimi në 12 tregon për këto pjesa e trupin e Zotit. Palish duke treguar si do të funksionojë trupin e Zotit. Pyetja që unë kam para që do të filloj leximin e Biblës. Sot nuk do bëj në Romakeve, por do bëj në Korintasve, që janë pak a shumë si tema e njëjta. Edhe pyetja që unë kam ju e dini cila pjesa ose pjesa ju jeni, ose gjunqyra ju jeni në trupin e Zotit. Ju e dini që Zoti jo veta ka thirrur juve për të ardhur në kisha, për të adhuruar ai, po ai gjithashtu ka dhënë durata, udhëti për të shërbyer Zot. Brenda kisha edhe si kisha jashtë templit. Ju e dini këto? Pyetja që unë kam, që do të vendos tani me këto test, a e vendosën në praktika këto udhëti që Perëndia ka vendosur për juve? Unë do filloj para legjizimit me dy gjë për të mendua. Në të prente ne kemi folur për dy stili e kisha, ndoshta ka të tjera, po dy stile që normalisht janë normali kisha në botës. Kisha autobusi. Kisha autobusi në shofer, të gjitha i ngelën me kariga, nuk bëj asnjë gjë edhe udhëheqëse ose një ose dy shofer, se vargën nga udhëtimi ka nevojë për dy shofer, ju e dini këto ata që ka udhëtuar më shumë gjatë, ka nevojë për 2-3 shofer, që duhet të konduzoj vendosur kisha deri në pjesën e fundit. Është një stil e kisha. Po këto vetëm 1-2-3 persona bëjnë puna. Kisha tjetër është kisha varka. Edhe unë kisha menduar për varka. Interesant që thirrja i para që Jezusi ka bërë për Gjoni Pietra, ishte në barkë, duke peshkuar. Edhe i thirru për të bëj peshkatari e njeriu. Edhe mendoj që është një gjërat e mia për të menduar si stile kisha. Një barkë ndoshta, nëse ju nuk ka ndoshta nuk kam pas eksperiencë barkë, një herë un kam qenë duke peshkuar me një barkë pak më i madhe, dhe në vërtetë ka një person që komandon barka. Po të gjithë janë bashkë, duhet të bëj ekuilibria, duhet të bëj puna si bashkë me ata shkopo që ka. Edhe kjo është stili kisha që unë preferoj, edhe është stili kisha që unë mendoj që duhet të jem kisha e Zotit në vërtetë. Në këto aspekt që do të predikoj sot gjithashtu. Kisha e varë. Një persona vetë ndikon për të gjitha bëj puna bashkë, për të ecë përpara. Ungjillizimi edhe gjërat e tjera, organizimin e kisha, nuk do të bëjnë një persona, por kisha së bashku. Do filloj me këto veta për të menduar pjesa që ne kemi këtu. Blerta është e vogla, po mund të lexojmë këto pjesa por në Korintas, 1 Korintas 12 nga 12 deri 13. Duke si gjatë, po ne kemi për të bërë këtë punë. Sepse ashtu si trupi është një dhe ka shumë gjymtyr, edhe të gjitha gjymtyrët e të njëjtit trup, megjithse janë shumë, janë një trup i vetëm. Kështu është edhe Krishti, sepse të gjithë ne jemi ballzuar në një frymë të vetëm, në një trup, qofshin hebrejnë apo grek, skleper atë lirë, dhe të gjithë jemi uitur në një frymë. Lezim, dësham? Sepse edhe trupi nuk është një gjymtyr e vetme, por shumë, sikur të thoshte këmba, mbasi nuk jam dorë, unë nuk jam pjesë e trupit, mos për këtë nuk është pjesë e trupit, dhe sikur veshit të thoshte, mbasi nuk jam sy, unë nuk jam pjesë e trupit, mos për këtë nuk është pjesë e trupit. Po të ishte gjithë trupi sy, ku do të ishte dëgjimi? Po të ishte gjithë dëgjim, ku do ishte tonë nuhaturit? Por tani Perëndia ka vënë çdo gjymtyr të trupit ashtu si deshi. Po të ishin të gjitha gjymtyrët e një gjymtyre të vetme, ku do të ishte trupi? Tani pra, janë shumë gjymtyrë,
por një trup i vetëm. Dhe syri nuk mund t'i thot dorës, unë nuk kam nevojë për ty. Dhe po ashtu koka nuk mund t'u thot këmbëve, unë nuk kam nevojë për ju. Madje, shumë më tepër ato gjymtyrë të trupit që duket si adëtota janë të nevojshme, dhe ato që ne na duken më pak të nderuara të trupit, pikërisht ato rrethojnë me më shumë nderim, dhe të pahishmet tona kanë më tepër hieshi. Por gjymtyrët tona të hishme nuk kanë nevojë, por Perëndia e ndërtoi trupin duke i dhënë më tepër nder asaj pjese që i kishte mangur, që të mos kishte përçarje në trup, por të gjitha gjymtyrët të ketë të njëjtin kujdes për njëra tjetrën. Dhe nëse vuan një gjymtyrë, të gjitha gjymtyrët vuajnë bashkë, kurse po të nderohet një gjymtyrë, të gjitha gjymtyrët gëzohen bashkë me të. Pjesën e fundit. Dhe ju jeni trupi i Krishtit dhe gjymtyrët e tij, veç e veç. Dhe Perëndia vuri disa në kish, së pari apostuj, së dyti profet, së treti mësues, pastaj vepra të fuqishme, pastaj dhunti të shërimeve, të ndihmës, të qeverisjes, të larmive të gjuhëve. A janë vallë të gjithë apostuj? Janë vallë të gjithë profet? Janë vallë të gjithë mësues? A kanë vallë të gjithë dhuntinë e veprave të fuqishme? A kanë vallë të gjithë dhuntinë e shërimeve? A flasin vallë të gjithë në gjuhë të tjera? A interpretojnë vallë të gjithë? Por kërkoni me zell dhuntitë më të mira, dhe unë do t'ju tregoj një udhë shumë më të lartë. Faleminderit. Pali ku ka shkrua këto letre Korintësve një kisha shumë problematik, kisha Korintës kanë qenë një kisha shumë problematik, edhe ka vendos këto gjëra për të tregua funksionimi e kishave. Edhe brenda këto testo kam ndarë 3 pjesa që por mua është e rëndësishme si në kisha duhet të funksionojë. Nga 12 tregon unitet e kishave. Edhe pse Pali tregon brenda testi ma prepara, referoj që është vetë një Zot. Ma prepara nëse lexon Korintësve 12 dhe pjesë të tjerë tregon është vetë një Zot për të gjithëve. Që ka një punë, një mendje që punon bashkë me ata që Zot kanë krijuar. Rrefemin e Zot, ka një Zot që është flet, ka një si në vërtetë një që janë duhet të bëjnë si në trupi e vetëme. Edhe në duhet në tregon njëta pagëzime. Unitet. Unë bëj këto. Edhe si do bëj këto unitet? Unë dalë me 2 pjesë unitetit që ashtu. Pjesën e para, gjaku. Si para gjaku. Pse gjaku? Alexander sotën e fillimi ka folur shumë për lajmin e gjakut, dhe nuk kemi bëj asnjë kombinimi me këto aspekte. Po, në të vërteta, duhet të kujton e vendosu gjaku e Krishtit. Ai ka derdhu gjakun e kruçit, po në të gjitha kisha. Jo kisha dere hapu, ungjillore, reformua dere hapu, këtu në fushë aviacion, as kisha të tjera. Është një kisha. Ekziston një kisha. Edhe pse janë në vend të ndryshme, në kultura të ndryshme, në vend të ndryshme, është vetë një kisha. Kisha e Zot, kisha e Perëndis, që është laj nga gjaku e tyre. Edhe interesant që nevojës për gjaku, a ke studiua pak ata e gjaku? Ne kemi nevojë që çakullon. Ata që nuk i funksionon me gjakun e trupit tamam, nuk bëj puna. Pastaj do të tregoj më shumë detaj për këto aspekt, po gjaku është gjithçka shumë e rëndësishme, duhet të kujton që është përmes vepra e Krishtit në kruçi, që ne kemi këto bashkimi në Perëndia. Gjaku e ata që bëj ata elemente që bëj funksion të gjitha trupin në tonë. Apo jo? Nuk çakollojnë gjakun e këmbët, do të ketë problema. Nuk funksionon. Do të prerë. Ose në pjesë të tjera. Nuk vjen gjaku tek kokën tonë? Iku. Ne kemi nevojë të kuptua esencia e këto gjaku që derdhi Jezusi në kruçi por ne, që është lyre. Ai veta, ka bërë këto punë, këto vepra që të printua bindja e atë Perëndis, që kam bërë më përpara. Po gjithsa herë nuk prek me këto aspekt. Edhe nuk e vlerësoj. Ne vjen foli, por nuk vlerësoj që një si kisha do të vazhdon për këto
puna që ka bërë Jezusi, po këto derda e gjaku Jezusi në kruq, por në të gjithëve. Si duhet në këto aspekt e unitet, që bëj unitet të mbjen, gjithashtu frumat. 3 bandjet e lexon për mua? Sepse të gjithë ne jemi pagzuar në një frymë të vetëm, në një trup, qofshin hebrej apo grek. Nuk. Sklepër apo. Po, shumë mirë, shumë mirë. Dhe të gjithë jemi uitur në një frymë. Interesant. Nuk ka vendosur një popull vetëm, po vendosur të gjithave. Edhe nuk ka rasa, ose vend, ose se shklav, ose të lirë, ose një popull veçan, se gjithmonë janë mendon që janë popull Izraeli. Ne jemi Izraeli i ri. Po të gjithave, Izraeli edhe jo Izraelit, ose holandezi, braziliano, amerikano, shqiptar, ne të gjitha janë një. Për këto veprat që ka bërë Jezusi edhe për këto frume e shpirtit e Perëndia që na bashkojnë për të bëjë një trupin e vetëm. Ne kemi nevojë për të kuptuar këto. Edhe interesant që po pagëzimi. Pagëzimi. Pagëzimi, frumat e pagëzimit. Edhe kjo pjesë e pagëzimit ka këto vulla që vendosur pjesë e familja. Unë e di që disa persona është duke përgatitur për këto pjesa e vullos që janë plotësisht pjesa e familje e Krishtit. Edhe ka thëna, po të vegje, se ndoshta dhe mendojnë të vegje, kujton ata që ishte në popull e Izraeli? A hekprerja, pagëzimi që ne kemi sot, hekprerja. Vendosë hekprerja sepse familja duhet të bashkoj, familja duhet të jenë pjesa e familje trupin e Zotit. Bashkimin e familjen e Zotit. Po të shpëtua? Jo. Të jem familjen e Zotit. Pagëzimi nuk e shpëtoj. Po pagëzimi e vendosë bashkë me trupin e Zotit. Baj me një person që e kanë folë, po këto pjesën e pagëzimi, nuk të pjesën e pagëzimi, po baj pjesën e bashkimi, edhe kanë të regua këto aspekta, po duhet të refen, por të pagëzua, dhe familja nuk refen. Ashtu të regu njerëzve. Që nuk e pranoj këto pagëzimi e familjet. Unë ka thënë, ma prepara në familje nuk kërkon babi i vogla, mos e prerë sepse nuk duhet e bërë pjesë. Jo, familja vendosë me besimi që do të marë pjesa e familja. Ne duhet si prinderit të vendosu familjen tënë në pjesë e bashkimi e familjen e Zotë. Funksione veta do të bëj kur refen, ku jam i madhe, do të regojnë për para kishe me kujtimi ata që ka marrë mesinin nga familja, pa tjetër, unë do marrë pjesa, unë jam pranuar nga Zotë, unë refen që gjaku një Jezusit dhe edhe në kruq, edhe unë pranoj që unë jam në vërteta për mes frymëve të shenjtë pjesë e këto familja, edhe refen këto edhe boj këto pjesa plotësisht në unitetin e familjen e Zotit. Në funksion të ndryshëm. Se në familjet, disa herë nuk bëj punë shumë i madhe, ka ndoj bukur për Zotë. Boj edhe ca veprimin e filialit të Zotit. Po do të regon për juve, familje disa herë bëj më shumë ngjilizimi se në të rritur. Jo. Shumë dëshmi nga familjet që kanë të regua për kolegan e veta, sa i rëndësishme është e Zotë. Abilush nga Klodi, brenda komishien tonë, kam bëjsh duke bëjnë në punë i madhe. Sepse ku lozu, ku foli me komishie, ka thënë, e di që ka në Zotë i madhe, është bëjnë ngjilizimi, familjet. Po disa herë nuk të regohen këto, po një komishien tonë. A kupton? Ne jemi trup, po ne duhet të vendosi trup praktika, si vogla, si madhe. Po duhet të kuptojnë këto. Në pjesën e dytë që kemi këtu, janë diversitet e trup. Ku do të lexon pra për mua? Flora, mund të lexon 4 deri 20 për mua përsëri? Po, 4 deri në 20. Sepse edhe trupi nuk është një gjymtyre vetëm e poshtë, sikur se thotë Këmbë. Pasi nuk jam dorë, unë nuk je pjesë e trupit, mos përkëto nuk është pjesë e trupit, dhe sikur se veshit të thotë, pasi nuk jam sy, unë nuk jam pjesë e trupit.
mos përkëtë nuk është pjesë e trupit. Po të ishte gjithë trupi sy, ku do të ishte dëgjimi? Po të ishte gjithë dëgjimi, ku do të ishte nuhati? Por Perëndia ka vendosur çdo gjymtyr të trupit ashtu si vesh. Po të ishin të gjitha gjymtyrët në gjymtyrë vetme, ku do të ishte trupi? Tani pra janë shumë gjymtyrë, por një trup i vetë. Shumë, faleminderit. Këtë dëgjojmë funksion që ne kemi. Sa është funksion juaj në kisha e Perëndis? Nuk tregon vetë po kisha dhe reha, po kisha në Perëndis. Se ne të gjitha ne duhet të ketë një funksion, një dumtim. Po si do të realizoj? Nuk ka problema, është në rregull. Si do të realizojë në praktika ata që Perëndia na ka fituar, na ka bërë dumtim durata. Më duke analizuar në këto aspekte të trupit. Syt, kanë një funksion apo jo? Shumë e rëndësishme. Shkon në vend, shohin një pjepë. Syt kanë para pjepe. Po ka nevojë edhe për pjesë të tjera e trupit, por të vendosur ata që syt kanë para gjërat e tjera. Dora duhet të kap. Duhet të përgatitur. Pastaj goja ka një funksion tjetër. Gjithë ka nevojë në funksion tjetër. Gjua ka një funksion tjetër, stomaku në funksion tjetër deri ku arrit me pjesë të tjera. Ka një bashkëpunimi për të realizuar këto pjesa në trupin e Zotit. Ka një bashkëpunimi. Nuk është një vetëm një funksion. Edhe pse syt kanë para, kanë filluar dëshirën e mendja, ka nevojë për pjesa të tjera e trup për të vendosur në funksion e fundit këto pjepë bukur e shije e që kisha tje. Edhe disa herë, o shumë herë të tjera, edhe era. Disa herë ku kalojmë në vende fruta, prepara shije, ata era që vjen, punojnë me këto, mi kapu për të vendosur në praktikën. Edhe ne kishe njëjta gjë. Ne kemi nevojë për të bërë një punë së bashku. Kisha funksionon ku ne së bashku vendosur në praktika gjëra që Perëndia na ka dhënë, duktin që Perëndia na ka dhënë. Po disa herë ne jemi në fisheu këto që Perëndia na dha. Ne vendosu poshtë. Edhe vjen në mendja të bëjmë dhe të talenta. E di që është për punë financiare, që është duke treguar, por Zoti ka dhënë ata talenta për persona. Ishte me një që ka ndarë një, pastaj të 5, pastaj të tjera, 2, pastaj 5. Edhe ata që ishte me një, çfarë kanë bërë vendosu poshtë, me frikje. Edhe kanë pas në pasojë e keqe. Ne si trup duhet të vendosë edhe një talent që ka, e vendosur në praktikë, duhet të praktikojë. Edhe kërkon dhe Zotit të tjera, funksion të tjera, dumtim të tjera, për lavdien e Zotit. Në qoftë se nuk janë ashtu, si trup nuk funksionon apo është vetë një gishtë, jo kam ca gishte. Apo jo. Pyeta që përsëri vjen, a e din çfarë dumti Perëndia ka dhënë për ju? Pyetën e dytë, është vendosur në praktikë këto dumti që Perëndia ka dhënë, o është fshehur me ata persona që ka vendosur poshtë me talent? Se është shumë e rëndësishme. Një persona një herë ka thënë, nuk është e rëndësishme se Perëndia është veta e plot fuqishme gjithë çdo gjë. Ai na ka bashkuar për një arsye i madhe. E di që lavdërimi është një nga pjesët kryesore që Perëndia na ka krijuar. Po funksion që na ka dhënë për të predikuar Ungjili. Shkoni në pjesën e botës dhe predikojë Ungjili, bëj dishepërve. Kjo nuk është vetëm për një pjesë. Njerëz mendojnë që është vetëm një për disa dishepër. Jo, kjo pjesa për të predikuar Ungjili kudo është pjesa e kishave. Drita që ne kemi nga Ungjili është gjithçka mjaftueshme për të treguar për njerëz të tjera. Apo unë nuk kam dumti e ungjilizimi. Tregon dëshmia. Arsyeja, ata dëshmia që Perëndia te ka vendosur në zemrën nga Ungjili. Tregon vetëm dëshmia. E rezultati do të vijë.
pjesa e shpëtimi i njerëzve nuk është nga pjesa jona, është pjesa e Zotit. Po detyra jona është të tregon Ungjili. Të tregon për njerëz. Në veprat e patjetër me goja. Si tretë, është riprociteti. Duke se kjo është fjalën e gjuhës shqip, nder shlyer, apo gjithçka ashtu, është një bashkimi ose ne kemi pjesa të ndryshme. Edhe interesant që nuk kanë treguar në test veta një, kanë treguar pjesa të ndryshme. Edhe pse ne kemi funksion të ndryshme, ne duhet të realizoj. Edhe pse unë do të tregon këto pjesë, normalisht ne kemi këto nga 21 deri 31, tregon për këto aspekte. Tregon që disa ka dhuntin të ndryshme, profetike, ose apostolike, ose mensuese. Kemi funksion të ndryshme. Gjithmonë për të rritur mbretëria e Zotit. Por ka disa problema. Kisha në Korintë se kanë pasur këto problema. Edhe disa herë ne kemi këto problema në kisha e kishte sot. Sepse normalisht ku ne kemi në funksion, ne jemi duhet të jemi më mirë. Në kisha në Korintë disa njerëz mendovan që duhet të ketë në syt, që është ata që dalin më mirë, njerëz do shohin më shumë. Njerëz që do të dalin përfitues, ne duhet të ketë kujdes me këto. Se kjo është një problema i madhe për të një funksion të ndryshme që ne kemi në trupin e Zotit. Po do fillojmë me gjëra më të tjera. Inferioritet. Kjo është një problema i madhe që ne kemi për të vazhduar me puna, me praktika punën që Perëndia na ka dhënë. Unë duhet të jam në pjesa në adhurimi, o unë duhet të jem në pjesë e mësimi. Unë kam nevojë po këto, po nuk praktikoj ata dhunti, shërbyese, për të shërbyer të tjera, që Perëndia ka dhënë për ty. Është nevojshme një person që do të ketë dhunti për të shërbyer të tjera. Gjithmonë nuk mendon veta por këtu, edhe jashtë. Ne kemi forme bisedua pak me Flor në javë në këto aspekte. Dhuntit nuk është veta por kisha, por është por kishë të jashtë, si kisha. Ne duhet të shërbejë dhe njerëz të tjera. Ne duhet të jem në pozicion për të vizitua njerëzve, për të tregua këto pjesa. Po ne nuk bëj, nuk vendosim në praktikë këto aspekte. Disa herë për inferioritet, se ata pozicion nuk është mia, edhe kjo është një problema shumë e madhe. Po gjithashtu, pjesë e tjera është krenari. Njerëz janë krenar. Kisha jonë është e vogla. Edhe disa kisha herë formuar nuk ka shumë këto problema edhe në vend të ndryshme. Po disa kisha i madhe njerëz ka nevojë për një pozicion të ketë madhe. Bëjmë një predikim para 2 javë, ai levita që morën një pozicion më gjatë dhe e kenaçu. Ne nuk duhet të bëj këto kenaçia, sepse ne jemi në pozicion më i lartë se ata të tjera, se është nevojshme të gjitha. Bëjmë që unë kanë treguar shembull në syret e pastaj ka nevojë po pjesë të tjera të trupit për të funksionuar. Ashtu. Edhe ata të vogla ka nevojë për të ndihmuar ata që janë në pozicion pak më lart, por Zoti është njëjta. Ndoshta njeriu ne kemi këto që vendosen në pozicion të ndryshme. Po është shumë nevojshme të vendosen në praktikë dhuntin që ne kemi. Jo me inferioritet, unë jam vogla, nuk do bëj këto, kur do bëj unë? Cila puna do të bëj unë? Jam me këto aspekt, nuk e di, nuk jam si Adi që është gati për të mësuar këto, ose Aleksandri edhe pse nuk ka mësuar gjuha katë si neve, po është mirë, ka një aspekt, jo, duhet të praktikoje. Ku ne ftoj njerëzve, po ashtu punët e ndryshme. Edhe në qoftë se ka thënë nuk kam këto dhunti, ma tregon dhuntin që e ke. Sepse unë duhet të di, si udhëheq se kisha. Mendoj që një të gjë pastor Geraldi këtu, ne kemi nevojë po di çfarë dhunti e ke. Si do të më ndihmoj kisha për të rritur më shumë? Çfarë dhunti e ke? Se vetë pastor
nuk ecë kisha, patjetër është kisha në Perëndia që bëj këtë puna, po na vendosin në trupin. Edhe jo me krenari. Unë jam duke ndihmuar në këtë pozicion. Jo. Bë privilegjua. Si privilegj me funksion që Perëndia ka. Me gëzimi. Kjo është pjesa që disa herë ne nuk kemi. Bëjnë puna si në detyra, jo si detyra, po me gëzimi. Me gjithë çka që do të jem shërbyja, jo por sepse njerëz janë këtu, po do të ketë gëzimi për të shërbyer Zot. Me gëzimi. Jo me gjëra që do të kënaqë njerëz ose kisha. Gëzimi për Zot. Jam i gëzuar, i privilegjuar se Zoti më ka vendosur me këto funksion. Unë jam i privilegjuar sepse Zoti më ka dhënë privilegj për të shërbyer me këtë funksion që unë kam, me këto dhunti që më ka dhënë. Me privilegj, me gëzimi. Po disa herë, disa persona bëj këtu mirë. Nuk i bëj këto shpresa e gëzimi. Mos vendos krenaria, inferioritet, me gëzimi. Jo për veta, për Zot. Për të ndihmua njerëz të tjerë që në vërtet ka nevojë për këto. Edhe si fundi, ka edhe pjesë të tjera, po si fundi këtu, ne duha të bëj kujdes për njerëz të tjera. Edhe ndihmoj njerëz të tjera të kuptosh funksion që ka brenda kisha. Pali, në këto letra, ka vendosur disa ideja përmes në trupi për kishën e Korintasve, duke treguar funksion që duhet të funksionon, si do të funksionon kishte. Nëse kisha reformua, ne kemi normalisht në këshilla, në grupe pleqeve, që bëjnë udhëheqës se kisha. Ne kemi nevojë të mendoj për këto në të ardhmen gjithashtu si kisha jona. Ne kemi tani ca burrët, normalisht punon me udhëheqës e burrës. Po ne kemi nevojë edhe për ju gra, me funksion me takimin e gra, kemi nevojë për ju gra, po takimin e të tjera e familjeve. Ne kemi nevojë për ju gra, edhe për punët e tjera në kishave. Nuk është kisha, nuk është vetë për burrash, është për të gjithëve. Interesant që nuk tregon këtu veta një person, është për të gjitha. Ka disa funksion që është vendosur për burrat në kishë. Po funksion të tjera ne kemi nevojë edhe për ju të gjitha kishave. Të gjithave. Edhe familja gjithashtu, kur janë në klasën e vetë, gatë për të ndihmua mësuese. Patjetër që janë shumë i vogla, ndoshta nuk ka këto. Po ata që janë më shumë me mendje, fillon të ndihmojnë të tjera. Të gjithave ne kemi nevojë për të ndihmuar këto mbretërinë e Perëndisë. Pyetja që unë kam, jeni gati? Ju jeni gati? Mbaj mend ku ne kemi bëjë inaugurimin e kishave, e fjala ka dhënë tani ne kemi shumë karige. Ne duhet të vendosim më shumë njerëz në këto karige. Jemi duke lutur, po nuk është beta lutje. Është praktika. Patjetër, rezultati nuk vjen nga neve, vjen nga Zoti, po ne duhet të vendosim në praktikë. Ata që ne kemi. A kemi folur por njerëz nga të afrin tona, hajde në ditën e kishë. Hajde me mua për të dëgjuar gjithçka nga Zoti, për të aduruar në Zot, për të japur me mesazhe të ndryshme. A ke folur? A ke treguar po njerëz, unë kam pas në eksperiencia, në prova me Zot shumë e bukur. A ke lutur, është duke lutur po njerëz që ke folur një herë për Zot, që Perëndia do të ndryshon? Është në funksion që ne duhet të vendosim në praktikë. Po gjithsa herë na pëlqen që jam vetë pjesa të forca në stadiumi, po jo lojtar. Ne duhet të jemi si lojtar. Ne jemi kërkuar për luftë. Sot do të baroni duke mbaruar Efezianëve, do të fillojnë Efezianë 6 në faqar. Javë që vjen fillon me ata puna që ne kemi predikuar këtu,
për ata armaturën e Zotit, me duke se sot ne jemi gati për të mbaruar puna, sistema e praktika familjare dhe të tjera. Po do të vazhdojmë punën dhe vendos me këto pjesë e armaturën e Zotit. Edhe ne kemi folë këtu. Edhe në qoftë se ke kuptuar shumë mirë, ata predikime lexo me kujdes, ne jemi me këto armatosur nga Zoti për në lufta, për të shkuar në luftë, jo për të kthehur në luftë, për të shkuar në luftë. Si fitimtarë e Zotit. Gati ne jemi. Kemi kuptuar këto fjalë, sfida që ne kemi bërë nga Zoti? Kemi kuptuar? Shpresoj që po. Tani do vendosen në praktikë. Kjo nuk është pjesa ime. Është pjesa juaj. Edhe vendos po Zot. Një nga fjali që ne duhet të vendos në gojën tona, nuk është po pastor, po Zot. Se për mua kot. Pastor Gerald fol për ne është kot, po në qoftë se foli po Zot. Është duke folur me ai që e di çdo gjë. Që do të ndihmojë edhe juve, edhe do të përgatitu, do të vendosu me gjërat e ndryshme, do të vendosu pajosu për puna që ai vetë ka të ndruar. Po Zot, kjo është diçka që do të tregon. Po Zot, unë jam gati. Po Zot, më ndihmoj. Po Zot, unë kam dëshirë. Pjesa jonë është po Zot. Pjesën e Zot ai e di shumë mirë, do të vazhdon. Do të përgjigju to lutjen tënde. Po Zot, gati unë jam. Po gati je? Ju jeni gati? Të bëjnë lutje. Atë Perëndin në të vërtetë është një sfida, ku ne shohë që ka shumë për të bërë në botës, shumë për të bërë në Shqipëri, në këto lagje, kudo. Edhe gjithsa herë ne nuk jem duke vendosur në praktikë ata që ne kemi dëgjuar. Në pëlqen edhe shumë mirë të jemi e përgatitur për me fjalën tënde. Po na ndihmon Perëndia në këto pjesë e praktika, vendosur në praktikë çdo herë që ne kemi dëgjuar, çdo herë që ne kemi kuptuar fjalën tënde, sfidën tënde, për të bërë pjesa si trupin tënde në këto toka. Ne jemi kisha ju, Perëndia, ne jemi trupin e kisha. Edhe na vendosu çfarë funksion, çfarë dumti na ka dhënë për të bërë në këto pjesën e trupin. Edhe në ndihmojnë për të vendosur në sinqeritet këto përgjigje, po, unë jam gati, po, unë kam dëshira, po, më ndihmoj që do të bëj. Vazhdo me ne, Perëndia. Në ndihmoj, ne kemi nevojë për ty. Jo veta koha që ne jemi me nevojë personale, por ne kemi nevojë për ty edhe për të bëj punën tënde. Puna që ne ka sfiduar. Dhe di që je plot fuqish edhe në vërtetë nuk ka nevojë, por ne ka dhënë privilegje. Privilegje që as ëngjël tregon Bibla që nuk kanë pas mundësi. E të hepër, Perëndia, na ndihmoj që vendosin në praktika. Po lavdian tënde, jo po lavdian e vete, që do të lartësoj emrin tënde, edhe lartësoj ty gjithmonë në jetën tonë, edhe në këto lagje, në botën, në Shqipëri, edhe kudo. Në emrin e Jezu Krisht.